nga një Prishtinë, i cili i është premtu gjithçka, pra deri tek stadioni t'i bëhet liçe, është tërësisht e nevojshme që Prishtina të del përtej nevojave esenciale. Pra të mos jetë kjo diskutimi i kanalizimit, i ndryshimit, i bërllogut, i qenve më, mirë po të mendohet pak në një vizion ma strategjik a shikoj qytetit. Se duhen me qenë mbyllura edhe... Po janë ende shumë të hapura. Se që kam ka bo përshtypje është se për Kosovën, kryqëteti diku për bugjetin e shtetit ishtë për afërsisht 50%. Dhe gjysma e bugjetit shtetit krijohet prej Prishtinës. Komuna e Prishtinës ka bugjet dikon 171 milion euro, që po të kishte qenë pra ministri, veç Ministria e Financave dhe Ministria e Infrastrukturës do të ishin para saj. Mirë po ato e mbulojnë gjithë Kosovën, ndërsa komuna pra e ka vetëm pra çështjet lokale brenda komunës Prishtinës. A kështë mujtë na, do më thonë, me gjithë këtë bugjet të relaksojnë baka, me varles me bo këto, edhe kanalizimin, edhe ujin, edhe... Krejt ishin fazë mundëshme. Gjithë këj bugjet që... Po përveç që bugjeti është i madh, në anën tjetër edhe aseti që kiti ndorë është shumë i shtrejtë. Pra Prishtina është një aset shumë i fuqishëm, një pasuri shumë e madhe, që mendoj që një pjesë e investimeve mund të lirësh me u bë në partneritet publiko-privat. Se dhe palët private kanë interes që me qenë partner në komunën e Prishtinës, sepse si aset është me vlerë të madhe, andaj ka dhe forma tjera që edhe që përmes partneritetit shumica investimeve munden me u kry, mirë po edhe si bugjet, si fuqi bugjetore është absolutisht shumë i fuqeshëm, mirë po edhe mshmja është, kur e shohëm se nga investimet kapitale vit për vit jënë kthy miliona euro, pra vitin e kalum kanë tepëru dikon ma shumë se 33 milion euro, vitin para prak ma shumë se 50 milion euro, e kështë një cikël me radhë. Me thjeshtësu, se normalisht ju ka ana ekonomisë jeni njose e mirë, po me thjeshtësu për qytetarin, kur për i bjen kjo kanë tepëru, 30 milion, 50 milion, e kështu me radhë, pare tepërojnë viç kur i ki krejt gjanat e rregullume. E pse po na tepërojnë neve? A ndodhë kjo në krejt komunat e Kosovës, apo Prishtina ka ma të teksuar? Është ma e theksuar tek Prishtina. Mungesa e mirëfillt ndoshta e planifikimit, e procedurave, e dedikimit bugjetit në projekte konkrete, e gjana të cilat është edhe mshme kur është realiteti në teren, dhe bugjet i cili kalon i pashpenzuar në një komunë ku nevojat mbesin ende esenciale. Kështu që kjo është një farloj anomalie në veti, në vend që të shfrytëzohet e të dedikohet e të ndihmohet qytetarit, sepse po flasim për përditshmërinë e tyre. Rrethanat pra të tilla absolutisht që janë shumë dëshpëruese dhe do duhet kishte pasur pra një dinamik tjetër të shpenzueshmërisë së paras publike, raport me obligimeve të marra, sepse ti e bën një farloj planifikimi kur edhe i merr ato mjete se ku po don me i destinu, mirë po tani mos puna t'i lënë të gjitha ato pezull. Kjo pjesa varet prej asamblezëve? Çfarë roli kanë këtë rast, kur e dinë se ata janë prezent aty takimet mbledhjet që mbahen? Kur e kalojmë bugjetin, edhe kalon bugjeti në faqet e veta i ka të destinuara linjat se ku shkojnë cilat mjete. Pra të gjitha janë të planifikuara. Asambleja, për shembull, parashihet ndërtimi 7 qirdhave, mirë po ato 7 qirdhët vetëm mbesin duke u bartë e nuk realizohet asnjëra. Asamblea punën e vetë e kryen kur e voton bugjetin dhe ja mundëson që ta implementoj pjesa ekzekutive. Do të thonë bara ka lënë te kryetari. Absolutisht. Tani kryetari me drejtorit e ngecin ose e ecin punën në fjalë. Mirë po, lirisht mund të themi, dhe fatkeqësisht na duhet ta themi që nga një Prishtinë i cili i është premtu gjithçka, pra deri tek stadioni t'i bëhet liçe, ka përfundu me nevoja esenciale, ku nuk i është dhënë zgjidhje asgjëje. Po atëherë që ka problemi të paret. Unë komendu që ka problem me pare, ka problem me bugjet, ka problem... A i din që është edhe ma interesant. Unë vetë jam ka në komision për bugjet. Dhe në komision për bugjet, kur kryetarët nuk munden, ose s'kanë mundësi bugjetore, që të fusin do një investim tjetër, i drejtohen komisionit për bugjet.